Massimo Ferro, një sipërmarrës 54 vjeçar nga Campo San Piero, vdiq më 22 dhjetor në Shqipëri, disa ditë pas një operacioni për rezeksion gastrik të kryer në një klinikë private në Tiranë. Autoritetet italiane, siç raporton Corriere del Veneto, kanë nisur një hetim për vdekjen e biznesmenit duke kërkuar një autopsi të dytë, pasi e para ka zbuluar një skandal të kryer nga spitali privat. Ata kanë vënë re se në trupin e Ferros është konstatuar mungesë e stomakut dhe një pjesë të zemrës, e cila ishte hequr gjatë ekzaminimit në Tiranë. Trupi ishte rimontuar duke përdorur lesh, një procedurë që tani konsiderohet e vjetëruar dhe jo në përputhje me standardet moderne të mjekësisë ligjore. Rezultatet e dy testeve do t'i nënshtrohen një krahasimi delikat, me qëllim sqarimin nëse vdekja ishte për shkaqe natyrore apo për shkak të ndonjë ndërlikimi që lidhet me operacionin ose kujdesin pas operacionit. Për të hedhur dritë mbi këtë çështje, prokurori i Padovës, Andrea Ghirlando, ka renditur kirurgun dhe dietologun, të dy nga Lombardia, si të dyshuar, të lidhur me historinë mjekësore të biznesmenit para udhëtimit. Massimo Ferro, i cili vuante nga diabeti i tipit 2 dhe i vendosur të humbiste peshë pas vitesh përpjekjesh të dështuara, i ishte drejtuar një klinike private në Milano, e cila i ofroi një gastrektomi mëngë për t'u kryer në Shqipëri. Në një strukturë të referuar si binjak, kostoja e procedurës, 4.400 euro, ishte afërsisht 10.000 euro më pak se çmimi i ngarkuar në Itali. Komunikimi me kirurgun thuhet se ishte kryesisht nëpërmjet WhatsApp, një faktor që po shqyrtohet gjithashtu nga hetuesit. Pas operacionit, gjendja e burrit thuhet se u përkeqësua, duke çuar në vdekjen e tij më 22 dhjetor në njësinë e kujdesit intensiv të spitalit të Tiranës.